Përshëndetje. Në fakt, sot nuk është një nga ato ditët e mia më të mira. Kush është jashtë më kupton shumë mirë sepse kur je vetëm, larg familjes, larg njerëzve të dashur, ka ditë që bëhen vërtet shumë të vështira. Të merr malli, nuk don të flasësh shumë, don vetëm të qetësohesh dhe të kujtosh ato çaste të bukura të tua të afër familjes. Dhe në ditë të tilla, unë vërtet preferoj të qëndroj në shtëpi dhe të bëj ndonjë gatim tradicional që ne në familjen tonë e përgatisnim shpesh. Dhe prandaj sot kam vendosur të gatuaj kulaç me sodë. Nuk e di kush e njeh dhe cila zonë e gatuan më shumë, por ne të Pogradecit e gatuajmë shpesh. Unë bukën e përdor shumë rrallë, kështu që sot vendosa të gatuaj kulaç me sodë. Për ta shoqëruar, do bëj fasule të kuqe. Ndiqeni videon për të parë recetat. Për ta zënë kulaçin, do na duhet një tas i madh, një kos, një vezë, miell gruri, miell misri, sodë buke dhe unë do përdor hirë djathi që e blej në këto kanaçe tek turku. Si fillim do hedhim miellin e grurit. Unë kam përdorur rreth gjysmën e kiles, 500 gram. Hedh shumë pak miell misri, rreth 2 duar. Shtoj më një majluge kafeje me sodë buke dhe përziej mirë. Do hedh shumë pak krip sepse ka dhe shëllira që do i hedh. Do e zë. Si fillim hedh kosin të parin. Shtoj dhe një kokër vezë. Dhe në fund shtoj shëllirën e djathit për ta zënë brumin. Babi im thot që brumin e kulaçit duhet ta punosh derisa të lodhesh e të ndërsish. Tani brumi është formuar dhe është gati. Kam marrë një tavë të vogël, e lyej me vaj që të mos ngjitet brumi. E përhap në të gjithë tavën, por unë kam zënë më pak brum se sa është tava, që ta bëj më të vogël. I hedh pak miell, po i lyej dhe duart pak me miell që të mos më ngjitet brumi për duart dhe tani e kaloj të gjithë brumin në tavë. I hedh dhe pak miell sipër dhe filloj ta sheshoj që të marri një formë tamam. Të ketë trashësinë e gjitha njësoj. I bëj disa vrima me anë të këtij piruni sepse kullohet buka dhe piqet shumë mirë. E fusim direkt në furrë, sepse kulaçi nuk do që të rrijë të vijë, piqet gradualisht në furrë, ja siç e shihni. Derisa kulaçi të piqet tamam, unë do filloj të përgatis fasulet e kuqe. Kam marrë këto pakon me fasulet kuqe, salcë tomateje, një qep mesatare, 2 udhra të vogla dhe deg selinoje. Nëpër këto kutija të fasulet janë të konservuara, pothuajse janë gati, shumë pak duan të zjejnë. Por kanë shumë vlera ushqyese. Shkencëtarët po i krahasojnë dhe me mishin tani. I hedh në një tas për t'i shplar, sepse nuk dua t'i zjej direkt kështu. I shplaj mirë t'ja u pastroj këtë lëngun. Vendosim një tenxhere mbi zjarr, i shtojmë fasulet aty. Ju shtoj ujë të nxehtë dhe i le që të marrin një valë. Në një tigan tjetër do ta shtyp udhrën me këtë shtypsen e udhrave. Qepën do ta gri me këtë metodën e vjetër, siç e grimim dikur kur nuk kishim drasa kuzhine, dhe grihet shumë më e vogël. Siç e shikoni, grihet më e imët kështu. Marrim degët e selinos, i presim në kuba të vegjël, kështu siç janë. Pasi i kam ngrirë të gjitha, shtoj një lugë vaj ulliri. I përziej të gjitha që të ka urdhisen. Pasi kanë marrë këtë ngjyrë, do shtoj tek këto piper të zi. Do shtoj rigon. Dhe në fund do shtoj pak nga kjo miksi e erëzave, se më pëlqen shumë.
Shtoj një lugë me salcë domateje, i përzijej të gjitha bashk, dhe tani do të shtoj fasulet tek tigani që të zjejnë bashk. Se kam haruar ta bëj video, por nëse dëshironi mund të shtoni dhe pak mish. Po i lej që të zjejnë derisa ta pinë lëngun. Kulaçi tani është gati, e heqim. Ja si është pjekur. E mbledh me një copë lecke që e lej vetëm për bukët që të zbutet sa është i nxehtë. Dhe shikojeni se si është bërë. Ka një aromë të mrekullueshme. Ja se si është pjekur kulaçi dhe është i gjithi i butë. Edhe fasulet tani janë gati, e kam fikur sobën dhe unë i lej fare me pak lëng. Është një vakt shumë i shijshëm dhe shumë i shëndetshëm. Ky ishte edhe gatimi për ditën e sotme. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, si kulaçi ashtu edhe fasulet, sepse janë të dyja shumë të shëndetshme. Për një farë kohë pas transplantit, unë e kisha një dietë speciale që duhet të përdorja shumë majan e bukës, sodën e bukës, sepse e kisha fosforin shumë të ulët. Edhe disa produkte të tjera, por që këto më ndihmonin të rritej fosforin. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer video. Më lini komente si ju duket kulaçi, se për fasulet nuk besoj se keni në një koment të veçantë. Bëni like dhe bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim. Faleminderit që ndoqët këtë video deri në fund. Qëndroni me mua për video të tjera. Mirupafshim!